Deputetja e Frontit Evropian Irina Hajdari ka quajtur zhgënjyese deklaratat e fundit të ministrit të çështjeve evropiane Orhan Murtezani sa i përket procesit eurointegrues të vendit. Ajo gjatë seancës parlamentare për pyetje të deputetëve të opozitës ka kërkuar sqarim nga Murtezani sepse ka ndryshuar pozicionet në këtë temë, duke i përmendur deklaratat që koalicioni vlen, ka thënë para hyrjes në qeveri se i kanë dhënë kohë 6 muaj zbatimit të ndryshimeve kushtetuese. Tani e keni zbutur atë pozicion ose keni filluar të kushtëzoni integrimin evropian me çështje bilaterale, sepse kështu pozicionoheni kur dilni jashtë vendit. Po edhe këtu. Nëse po shohim një ndryshim të linjës politike nga qëndrime të qarta për të drejtat shqiptare drejt një rreshtimi në linjën e padronit, atëherë ka vend për të pyetur: a është kjo pjesë e një pazari politik, apo po përdoret për të mbajtur pushtetin, apo vërtet si strategji për të arritur qëllime afatgjate? Këto janë pyetje që nuk i parashtroj unë, po i parashtrojnë votuesit, i parashtrojnë shoqëria civile, sepse ndryshimi i diskursit publik nga parimor në utilitar, pa shpjegim transparent, krijon mosbesim dhe Murtezani mohoi pretendimet se vlen ka kushtëzuar qëndrimin apo daljen nga qeveria me zbatimin e ndryshimeve kushtetuese. Sa i përket kushtëzimit të procesit integrues, ministri akuzoi se ka qenë pikërisht BDI që ka nënshkruar protokoll me përmbajtje të çështjeve bilaterale. Por kemi thonë që prioritet i jonë si koalicion, edhe prioriteti i shtetit në përgjithësi dhe i qeverisë, duhet të rezultoj me një gjetje zgjidhje për 6 muaj që ne ta zhbllokojmë procesin e eurointegrimit. Kjo ka qenë e gjitha sa i takon pjesës së 6 muajore. Kur thoni që ne si qeveri në retorikën tonë ditore zhbllokimin e procesit të eurointegrimit e kushtëzojmë me çështje bilaterale, mendoj që e keni absolutisht gabim, për arsye se është një parim në të cilin ne insistojmë në vazhdimsi, që periudha pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese nuk duhet të kontaminohet më tej me kërkesa bilaterale. Kujtojmë se koalicioni vlen gjatë fushatës zgjedhore ka dhënë afat 6 mujor për zbatimin e ndryshimeve kushtetuese përkatësisht deri në dhjetor të vitit 2024, megjithatë që nga atëherë ky koalicion ka ndryshuar disa herë qëndrimet rreth kësaj çështje.